Kjo është për mund ndeshja jetës, une nuk e di a do t'jemi ma, a do t'jetoj ma në kësi ndeshje, kësi historie, e cila ne preso me shumë vite. Ne përjetojmë pak ma ndryshë ndoshta se ata që s'kan lujtë futbol, kurse ne që kemi qenë futbolista, është një ndjenje jashtë zakonshme. Për mendimin tem, nëse Kosova fiton sot, une kam bu pak hajgare me këta dy shkollit e me, dy shokët e me, kom thonë se nëse këta fitojnë sot në ndeshje të ushis edhe prejmë një bilet për në Amerikë, ne duhet të alargojmë Bill Clintonin nga qendra të vendosëm gjithë stafit, statuit edhe litarit në Bill Clintonit. Sepse kjo është një histori, ashtu që ka thonë Vedat Mori, që kjo është një pavarësi në vete. Nëse ne fitojmë këndeshje, ne i hedhëm një ushtim t'jashtë zakonshme këtë botës. Sepse një vend ka që i vogël, të bëjnë një histori ka shtë madhe, është shumë e rrallë. Për ndryshën e se fiton sot Kosova, e ka reputacionin në Amerikë çdo shqiptare. Ato ku kanë mullu ndeshjet, e ka reputacionin edhe performanca dhe aja ndjenja e sakrificës tonë shumë vjeçare që është me dekada, por menoj që ka orë sot koha të themi këtë botës që Kosova jeton edhe ka me vazhdu me prodhu talenta dhe futbolistat nej, edhe për kombëtare tjera, edhe për ekipe tjera, edhe për nivele më të mëdha. Dardan,